në kohë reale. Rikthehemi në studio për vazhduar një tjetër bisedë të këndshme. Tani nga Kosova do të kemi mundësinë të shkojmë në Turqi. Për të bërë një bisedë shumë të këndshme me një piktor shqiptar që jeton atje dhe punon talentin e tij për artin e ushtron në Turqi. Kam kënaqësinë që në një linjë të drejtë për drejtë telefonike të kem piktorin Ismet Olukeminin. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kemi virtualisht këtu në studio. Si jeni? Si është jeni në Stamboll apo në ndonjë qytet tjetër? Jo, jam në atelje. Si është koha atje sot? Koha 40. 40 gradë. 40 gradë, po. Duket nxehtë, po është vera, normalisht e pritshme. Zotri Ismet, unë do doja fillimisht të flisnim pak për rrugtimin tuaj nga Kosova në Turqi. Si ishte ky rrugtim? Keni qenë i vogël kur keni shkuar në Turqi apo keni lindur atje? Unë shkollën e fillore në Vushtri kom kry, masandej kom shku në Prishtinë, në gjimnazën në Prishtinë, në gjuhën turke, masandej prej Prishtinës kom pas shumë qef piktor me qenë, kom hynë në provime në Stamboll dhe u pranova në Akademinë e Artit në Stamboll, ku kom pas edhe profesorin i parë, o kom prej ardhe shqiptar prej Shkupit, shumë më kanë ndihmuar dhe Sabri Berkel ka pas emrin e bjendin. E masandej ashtu nica në Akademinë e Artit në Stamboll. Dhe ku ju sot vazhdoni ta ushtroni profesionin e një piktori apo jo? Po, piktoroj. Sa vite u bën tani që pikturoni? Po e llogarisim atë kohën sa jeni në Turqi, sepse me artin, me dashni për artin, treguat pra që ka filluar qysh edhe në kohën kur ju keni qenë në Kosovë. Po, shqoni, unë motra ime, Hymaje, ajo ka vizatu shumë mirë, unë s'kom shku ende shkollë, jom kohën fillore, dhe vizatimet e asaj, unë e kopjojsha, ashtu nisa me piktur. Masandej shkollë fillore, shkollën e 8 vjeçare, aty më kanë pasi mirë po vizatoj, edhe unë s'mujta më këput prej vizatimit dhe vazhdova vizatim. Më trego në çka fokusohesh në pikturat e tua, me çka bën më qef? Janë pikturat që fokusohen ndoshta në natyrë, në përmbajtje të tjera, çka kryesisht preferon të paraqesësh në pikturat e tua? Shumica piktorëve e preferojnë natyrën. Edhe unë natyrën preferoj, sepse natyra na mëson neve për ngjyra, kompoziciona, shqetësimin, bukurinë, të gjitha të mirat e natyrës. Vetëm në qoftë se dim me lexu natyrën. Edhe qoftë se dim me lexu natyrën, atëherë edhe mujmë me vizatu si ngjyrat e natyrës. Barëm afër me qenë ngjyrat e natyrës. Por në kohë fundit, tash jam marrë këtu si që 30 vjet jam në Turqi, por jam të shkru monografinë e Vushtrisë, lindjen time, pra edhe vizatoj venditën time në Vushtrinë e vjetër. Disa vizatimet edhe kom udhëru në Muzeun e Vushtrisë, ku jonë aty dhe mu shqeqojnë kush vinë edhe me shqequ Vushtrinë e vjetër para 80 vjetëve e ma shumë. Po, më trego, vepra jote e preferuar, besoj që çdo artiste ka, pavarësisht që i donë të gjitha janë veprat e tij, por një që e dallon, ndoshta që e ke më për zemër, që ka një histori më të veçantë, cila është ajo pikturë ose vepër arti që ti e dallon nga të tjerat? Më falni, s'mojta me kuptu. Cila është një pikturë që e keni
që keni pikturuar ju, ose një vepër arti që keni bërë ju dhe keni të preferuar, e dalloni nga ato të tjera të cilat i keni bërë deri sot? Sigurisht dihet, edhe zemërsisht, edhe me bukuri, edhe me shumë punime, është vizatimi im në Muzeun e Vushtrisë ku kom dhuru, aty është vizatimi i madhe, edhe kur kom diplomu në Stamboll, në Akademinë e Artit, kom vizatu 2 metra me 1 metër mallësi vizatimin e diplomës, darsmën e Kosovës. Kretë të gjithë profesor janë çudit çka është kjo, qysh është kjo. Sepse unë e maj mend, vëllau jem kur u martu, kom fotografu ata vizatimet, kretë kom ledh, edhe atë vizatim qysh shrin nuset shto me divane, qysh për para, qysh janë bukuru. E ashtu kom vizatu edhe shumë interesun edhe me lanë mejher notën e matë madhe. Ajo vizatime të une e pa harushme. E ka një vjetë veçantë. Edhe jo me lumëtën që kom dhuru në Muzeun e Vushtrisë. Të jetosh në Turqi, dhe të të jetosh në një vend bregdetar, ku shumica prej qyteteve kanë dalje në breg, kanë plazh, kanë detin që mu ta shikosh, e të pëlqen të pikturosh buzë detit në natyrë të jashtme? Shqoni, unë tër jetës kom pas shef natyrën. Rrethin e Vushtrisë, unë Kosovën, kretë me natyrë kom shetit, kom fotografu, por që mana Zoti edhe kitë vend me ardhë, nëse ky vendi është 2150 metra nënsi një mal, një bregu, ku te muajin e 7 është borë aty, mundën me shku natë, mu vësit me muskijat me skia, e mas gjysë ore mu shdryp në dete edhe mu la në dete. Të nësi kena bjeshkat mas të 2 malave është uje shumë i pastër që mund është me pi, edhe është peshqime që unë jom pak smut për peshqim, se kom qenë jom në Sëtnis, Vushtrin, atë jom qenë gjithmonë me peshqim, edhe tash po vazhdoj këto, edhe në dete, edhe në natyrë në për lumet. Edhe praktikon do njëherë edhe të vizatosh aty në natyrë? Po, është edhe vendi turistik, Kemeri, ku edhe çdo vjet vinë edhe prej Kosove, shumë e preferojnë Kemerin, por që vjet o konë pak ma shumë turista prej Kosove, si vjet pak ma pak, jonë të shku në Alani. Alani atë është pak ma lirë edhe hotelat 4 ysh. Knena pak është pak ma luks Kemeri. Unë, zotëri Ismet, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë. Faleminderit për energjinë pozitive që solë këtu në studio dhe shumë suksese tutje në pikturat e juaja. Faleminderit shumë, të përshëndes. Faleminderit. Kënaqësi. Ditën e mirë. Me zotëri Ismet, nga zotëri Ismeti, në fakt, nga piktori që jeton në Turqi, do të